I ka marrë për bazë vetëm për Bian. Ngani veç një moment. Toni ka marrë për bazë, sepse ai u largu prej Bias. Tash për mos me dalë direkt në publik në formën, se Toni është i mençëm. Më thonë, din me analizu situatën. Ai prej Bias po kalon te Benita, që ma vonë me më rritë e dikush tjetër dhe me kryqë... Apo mendon që ka me arritë këtë tek Eliona? Eliona nuk është që s'pe pëlqen. Eliona nuk është që s'pe pëlqen, për qa po shoh qysh po shoh formën, qysh po reagon, qysh po kesh. Po ajo pe bën të njëjtën sen me krejtë. Kemi pa dhe me Eden. Na prakisht i kena pa biga tjerë që kena pa qikat që kanë pas shef mi provoku shumicën e djemve, na i natu e pa atë film e kena pa mate. Nuk besoj që ka me mria, i veç arsyeja asaj. Faktin kër i ka thonë babaj Tonit, qysh i ka thonë për ata, e ka kretë reagimin e qysh mundet një femën, qysh shënë e muj me unë Jo, mu ka bo për shtypje reagimi i Edit e për familjen tonë Gjeneta nuk është, pse duhet mu njëne? Nëse e ullë një femën tjetër me mgrit mu, pse? Pse unë Eliona e lumë të në atë rast, kër e lavdoj? Një pytje. Sepse është rrit me qatë mentalitet. Apo bina pak të që kjo mentalitetit që po thëmë une. Jetu e diskutu pak ma erë. Kjo vajza e kom bështjetën edhe të opinionisteve, e përkrojnë krytë kohën. Po ajo shumë kesh, se duhet mi thonë një opinionistë je ma e mira aty mrena. Nuk në regull për shkak ajo dhe nuk është në regull që këtë terë është mentaliteti shqiptarëve që në momentin që ka dosht me hinë e bege, e kanë ditë familjarët, e kanë ditë rethje. Unë e pajtona me Berjanin, Toni nuk është që nuk din shka bën, është shumë i menqëm, Toni është shumë i menqëm, edhe me pas përcjell, ai nuk ka pas nevojë me hisë. Toni disa herë e ka përsërit, edhe e ka thirrë në darkë, bien edhe gjatë darkës, edhe me tjerë, e ka përsërit që nuk jam i interesun, jam veç të Toni kam pas, sepse Toni, sot di theke, na jena shokë mos mu afrot nesër ven, veti shka i ke bje. A i thamë, pelqen tha që ashtu me të më shushu. Ju ka pas të rejqe fizike me të. Strin, se ke pa këtë afirmitetin e Tonit me Benita në kove të fundit? Apo me në qërin diçka e re, po e pys Kestrine? Jo diçka e re, unë nuk kom prit që Benita ka mu afru me Tonin. Benita ka thonë që unë si jom him randa për lidhja. E kom një vlerësim shumë të madhë për Benitën që nga hyrja saj, ka qenë një personalitet shumë stabil, ka qenë një personalitet i qetë, ka japë edhe loj. Stabil, jo, ajo, stabil, jo. Jo, se jo, Benita për mu është personi që e din shka dënë me... Po e specifikon stabile? është personi që është e përmbushun me jetën e vetë, e din shka dënë për jetës vetë, edhe është shumë e qetë me ato qka është. Për dalim për tjerve, ato argumente që i ka. Për dalim për tjerve që janë paka shumë, janë të luatëshin paka shumë, nuk dinë ende që ka dojnë me jetën e vetë. Benita i ka të qarta qëllimet e veta. Edhe a mendon që qëllimi qartë i Benitës do jetë tani edhe Toni afirmiteti me ta? Këto e reflekton në mbisë. A mendon që qëllimet e qarta të Benitës do jenë edhe tani afirmiteti me Toni? Edhe Zoja nuk i ka qëllimet e veta, se po reagon pak ma A mendon që Benita i ka qëllimet e qarta dhe tani që është duke kriju një afirmitet me Toni? Benita ma shumë... O, pra ndaj ku e pës? Logaritar që shumica aty afërsin me njoni në shojnë Po veç aje ka pos si rëpsisht ndaluar që aje me kriju lidhje brenda, aje ka specifikus disarë. Unë për vetë unë ma mërë me një që nëse të ndohë shpi dikuja aty normalisht që pse menoj vetëm e pas një lidhje. Unë nëse nuk e kanë mision, unë menoj që Benita është të e shfridzu se i dinja shka u të përflit, edhe thot për nëse nuk është mision gjithmonë, edhe pse po të shaj që mund të më kam misionit të në, sepse me një klik janë esën ata me u afru. Gjenita? Më falë, Kestren. Kestrin, ma shpjegove që me një shembol të vogël ku është stabiliteti i Benitës. Se ajo ka fillu me Lionen, me Alben, ka fillu të banor ti të bia, pa ka shumë, masa ne dur që tash Edi, tash ka qëndru me ta dhe i ka ndru ko pas kohet. Ku është stabiliteti i Benitës? Ajo shumë e mirë. A mendon që strategjia stabiliteti? Është stabiliteti, ajo që ka reflekt. Se stabiliteti është kur te kini qëndrim edhe Edi vetë si lojtare. Shpak, ti penetron konfidencën me stabilitet emocional, stabilitet në si karakter, si personalitet,
është ma stabile. Ajo është vajzë që din çka don për jetën. Ajo nuk dhe me thoni fjallë për fillimit e i fund. Mos gjykoni si Leonora prom që i tha ti vetëm Orta, apo pajtosh me Dëgjoj, a përshët që edhe ju vetë po bini, ju apet vetë femna po gjykoni si Leonora prom që gjykoj tha ti armën ma të fortën e ki bukurin. E ki bukurin, kështu i tha. Mendimin, po e. Mani a i garen, mani a shko. Stabilitetin